Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjellë recetën e bukës franceze, bukës baghete. Përgatitja e thjeshtë, me një kupë më të gjatë për përgatitje, bëhen shumë të shijshme, nga pjesa e jashtme janë krokante, kurse nga brendësia janë të buta. Besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e bukëve baghete, bukë franceze, shumë të shijshme. Për 4 copë na nevojiten 750 gram me miell, një lugë të mesme me moja buke të thatë dhe një lugë gjelle me krep. Për formimin e brumit do na nevojitet ujë i vakët, masat e ujit asnjëherë nuk dihen fikse. Shtojmë kështu dhe masën e punojmë me lugë. Duhet të formojmë një brumë mjaftueshëm të lëngshëm, pak më i butë se brumi i bukëve të zakonshme. Nuk ka nevojë që masën ta punojmë me dorë, do e punojmë vetëm se me lugë, gjersa të mbledhet gjithë mielli do bëjmë punimin. Shtojmë ujë dhe bëjmë përzierjen. Kam punuar brumin, e kam punu kështu me lugë, mund ta punoni edhe me dorë, por nuk do ketë nevojë, pasi që me lugë do jetë mjaftueshëm, sepse bëhet një brumë pak më i butë se i bukëve të zakonshme. Mjaftueshëm është. Hedhim shumë pak vaj kështu nga nxorët e enës dhe mundohem që vaji të depërtoj në pjesën e poshtme, në gjithë pjesën e poshtme të enës, që më letë kur të dyfishohet masa të largohet brumi nga ena. Mjaftueshëm është. Tash e mbuloj nga enën ku ndodhet brumi dhe e lajm në ambient dhome që brumi të dyfishohet për 40 minuta. Brumi ka pushu mjaftueshëm, tash e largojna nga ena, mirë po i lagim duart me ujë dhe fillojmë që ta nxjeshim kështu brumit. Në fillim të nxjeshim në hek, kalojmë tavolinë dhe filloj që të bëjmë nxjeshjen, asesi nuk hedhim miell, kështu me duart të lagura, brumin e nxjeshim për 2-3 minuta. Nxjesh brumin mjaftueshëm, tash e kthej në enjë. Tash përsëri e mbuloj enën dhe e lajm që përsëri brumi të pushojë dhe të dyfishohet për 40 minuta tjera. Pas 40 minuta, në herën e dytë, brumi përsëri ka pushu mjaftueshëm, përsëri me duart të lagura, e ngjeshim kështu brumin. Asesi nuk hedhim miell, njëherë e ngjeshim tek tava kështu. Tash e kaloj në tavolinë pune. Përsëri e ngjeshim, edhe pse ngjitet brumi për tavolinën e punës nuk ka rëndësi. Ngjeshim përsëri për 2-3 minuta. Dhe tash brumin e kthejna në enjë. Nduhem ta mbledhim nga tavolina. E mbulojmë enën dhe përsëri e lajm brumin që dyfishohet për 40 minuta. Kjo është hera e tretë. Brumi është dyfishuar mjaftueshëm, kësaj radhe është dyfishuar më shumë, është rritur volumi. Tash e largojna brumin nga ena. Mirë po kësaj radhe në tavolinën e punës të hedhim miell dhe kalojmë brumin tek mielli, jo sikur herave tjera pa miell, me duart të lagura. Tash brumin do e ngjeshim pak në miell. Nduhem ta kaloj gjithë sipërfaqen në miell. Tash hedhim miell sipër brumit kështu. Dhe brumin dhe ndajmë në 4 pjesë të barabarta. Shumë e rëndësishme është që të gjithave t'ja japim masinë e njëjtë. Nga ki brumë fitohen 4 bagheta.
tash fillojmë kështu se cilën pjesë të brumit ta punojmë pak. Nuk ja japim formën e kuleçve, një formë të zgjatër do ja japim. Pjesët nga jashtë i vendosim në mes të brumit, kështu mbledhim brumin, nga jashtë në brendësi hedhim miell dhe nga kjo anë, tash nga ana tjetër. Dhe kështu japim format zgjatra. Hedhim miell në njërën pjesë të tavolinës së punës dhe vendosim bukët e ngjeshura. Tash me secilën do veprojmë në mënyrën e njëjtë. Nuk është vështirë t'i përgatisim, mirë po vetëm marrim pak kohë. Kështu në këtë mënyrë do veprojmë në gjitha. Kështu forma e zgjatur patjetër duhet jetë. Ja kam dhënë dhe bukës së fundit formën. Tash i mbulojna kështu me një pecetë kuzhine dhe i lajmë në ambient dhome që përsëri të dyfishohen për gjysmore ose 40 minuta tjera. Kanë pushuar mjaftueshëm, tash marrim pjesën e parë, mbulojmë pjesët tjera, hedhim miell kështu dhe në pjesën e poshtme dhe fillojmë kështu me duar që të bëjmë hapje. Në këtë mënyrë do ja largojmë dhe ajrin në brendësi, ja japim formën një drejtkëngëshi. Mjaftueshëm është, dikon rreth 25 cm dhe fillojmë që të bëjmë rokollisje kështu në formë të një role. Shtypje me gishta, bëjmë pak role, shtypje me gishta, kështu në këtë mënyrë të formojmë bageti. Nga ana tjetër dhe nga ana tjetër kështu me maje të gishtave shtypim, rokollisim pak dhe vendosim në tepsin. Në tepsin kam shtu letër për pjekje, hedhim miell dhe vendosim bagetën në masin të tepsinjës dhe ja gjatësi. Tepsinjat e shporetit elektrik janë të përshtatshme shumë. Në këtë mënyrë veprojna me gjitha. Në njërën tepsin vetëm 2 bageta vendosim. Nuk duhet që të vendosim më shumë, 2 tepsin pra i formoj, sepse do ngjite njëra me tjetrën dhe do i humbet forma. Kështu duhet që t'i lajmë hapësirë. Japim formën e drejtkëngëshit dhe fillojmë që të bëjmë rokollisje. Në këtë mënyrë veprojna me gjithë pjesët e brumit. Përgatitja nuk është shumë e vështirë, vetëm se ka një procedurë të gjatë. Kohore, ju merr kohë për të përgatitur bagetat franceze. Një bukë shumë e sheshme. Kështu në këtë mënyrë veprojna me gjitha.
Vazhdojna me të gjitha, do i mbuloj kështu tepsien e parë dhe i lojmë që të pushoj për 20 minuta tjera. Vazhdojna tutje në mënyrë të njëjtë me tepsien e dytë. Kam formuar dhe tepsien e dytë, tash sipër të dy tepsinjt, kështu do ju hedhi bukve në të dy tepsinjt nga pak mirë dhe i mbulojna dhe i lojmë që të pushoj për 20 minuta. Tepsia e parë gati është gati, tash do e lojmë kështu që të pushoj të dyjat. Gjatë kohës që do të pushojmë, do e nxejmë furrën në 220 gradë. Derisa furra e shporetit të nxehet, ne në fund të furrës vendosim një tepsinj të mbushur me ujë vaj të nxehtë. Tepsinja e parë ka pushuar për 20 minuta. Ja largojmë pecetin e kuzhinës. Pak tash do spërkasim me ujë bukën. Shumë pak, i bëhet një kore më krokante dhe prej pjesën e sipërve. Mund ta prej në formë zgjatur ose kështu në forma të pjerta. 2-3 pireje janë mjaftueshëm. Mjaftueshëm është dhe i fusim në furrë për pjekje. Bagetat i pjekim temperaturë 220 gradë dhe patjetër tepsia me ujë të nxehtë duhet që të rrijë në fund të furrës. Për 20 minuta bëhet pjekja. Derisa tepsia e parë është në pjekje, me tepsien e dytë marrim kështu dhe i spërkasim bukt. Gati se janë pjekur bukt në tepsien e parë dhe 2-3 minuta dhe bëjmë prejje. Kështu, kurse njërën do e prejë në formë të zgjatur. Të i shihni të gjithë mënyrat se si do dalin prejjes. Tash do e fus në pjekje dhe tepsien e dytë, kurse tepsien e parë do e largoj nga furra. Kam largu nga furra, kanë aromën jashtëzakonisht të mirë, tamam ka dalë sikurse receta origjinale. Shumë mirë janë pjekur, është krokante pjesa e sipërme, kurse në mbrëmsi janë të buta. Uji i nxehtë apo avulli i bën kështu krokante që e kena vendosur në fund të furrës tepsien me ujë. Tash i mbulojna, i lojmë që të trohet derisa të bëhet pjekja e tepsisë së dytë. Kam largu tepsien e parë nga furra, tepsien e dytë e kam vendosur në pjekje. Kanë dalë shumë të mira, janë pjekur shumë mirë, janë krokante nga pjesa e jashtme, kurse në mbrëmsi janë të buta. Kjo bëhet për shkak të ujit të nxehtë që kemi vendosur në fund të furrës, i mbulojmë, i lojmë që të ftohen dhe do jenë gati për konsum. Kam bërë pjekjen e bukës, janë ftohur pak, ta ndaj një dhe ta shihni se si ka dalë. Ka dalë shumë e mirë, tamam sikur në për furrat franceze. Besoj si u ka pëlqyer motra dashura mënyra se si përgatis unë bukë bagete. Pjesa jashtme është krokante, pjesa e brendshme është e butë. Gjithë ju që i përgatisni në këtë mënyrë, ju bëfshin mirë beqin nga sofra shqiptare dhe në recetën e radhës.